E ndoqëm bashkë materialin kështu të përgatitur nga Aurora me Teuta Bajgorën. Teuta ne kemi po ashtu në studio. Mirë mëngjesi, Teuta, knasi që të kemi. Mirë mëngjesi, mirë si gjeta. Më thuaj si e fillimisht, si ka nisë mëngjesi për ty sot? Sot mëngjesi filloj me juve edhe erdha drejt të ju, kështu që mirë nice. Pra, prej shpiz direkt të na? Pi gjumit drejt të ju. Teuta, ne faktikisht e pam materialin edhe e bën një punë jo shumë zakonshme që e bëjnë make-up artistët në Prishtinë, për pas grimit në fytyrë, pra po ashtu bën edhe ngjyrosje, nëse mund të them kështu, të trupit. Më thuaj që sa ka fillu kjo dëshirë, kjo pasion? Dëshira ka fillu para 14 vitëv, gjithçka kanë qenë spontane, edhe ishte dëshira ime shumë e madhe. Unë kam qenë gjithmonë artiste, kam lindë artiste dhe gjithçka nga dëshira, nga shpirti që du artin shumë, edhe kështu ka vazhduar çdo gjë. Mirë po, mandej kjo pjesa me dalë tek me e ngjyros trupin. Si erdhi kjo? Për shkak të kërkesave, apo vetëm e kishe pasion? Jo, kjo ishte rastësisht, isha në kompjuter duke u lumtuar, edhe rastësisht gjithçka ndodhe, edhe unë e kom dashur dizajnin gjithë. Edhe kur e kom pa për herë të parë, thash, wow, thash shumë interesant, thash edhe gjithë qysh, thash do të realizoj. Edhe të nesër më në kur sa haroj edhe kom realizu me njerë edhe ka bo bom. Edhe sot dhe asoj dite nuk kem dajnë ma. Po si, kush është personazhi i parë, ose njeri i parë që e kom pas pak problem me gjithë personin e parë, personazhin e parë, po shoqe mas shoqe, shoqni mas shoqni, e gjeta një vajzë, edhe ato u bo me njëherë bom brenda natës, edhe me njerë dhe televizionit ashtu me radhë dhe. Mirë po, a duhet një ngjyrë ekstra, a është diçka materiali ekstra, mirë që po besoj që lëkura me fytyrën edhe trupin dallon, sa i përket kësaj pjese? Normal, ngjyrat janë profesionale për body painting, nuk hiqen lehtë, do me thonë, derisa t'i bën uje, edhe kështu, do me thonë, janë profesionale. I porositë online, se në Kosovë nuk ka, edhe zakonisht kur t'u thoj, e shfryzoj rastin. Mirë, do më thonë, bon krejt pjesën e trupit, ose për çka kërkohet ma shumë, qoftë për një spot televiziv, për një festival, për çka mund tjetë? Kjo mundet me qenë gjithanshme, ma shumë preferohet edhe në për festivalin, në për televizione, photoshootinge, spote, kum bo shumë realizime, kum bo për pothuajse deri më tani kum kriju për mi 30 punime që i kum krijuar, në varet për klientit çfarë dëshiron. Kështu që kjo është tema e body paintingit, është shumë e veçantë. Ke pikturu dikën nga fytyrat publike? Po, kam pikturuar fjollën në atë ku e kom bo, për spot, shelën e kom bo, manikenet ndryshme, po. Mirë po sa të merë kohë dire prej... Varet për ngjyra, varet për temës, krejt varet për temës edhe për ngjyrav. Nuk mujna me ditë, nuk me ditë sakt. Varet edhe klientit sa ka durim me najtë. Krejt janë ato që as vetë s'muj me ditë. Pra duhet jetë, e keni dhomë veçantë me të? Normal. Pa roba? Në varet tash, ka do me kriju, në varet. Me roba, pa roba. Nëse dojnë akit nudo, me shkojnë akit nudo, në varet krejt piponimit. Mirë po kure e ngjyros dikë krejt nudo, a mbrin diri në atë pikë sa që me bo me udok, sikur... Po është ku më realizu në nudo, edhe realizoj nudo, normal që janë tema që më varet krejt për i punimit, edhe kështu që krejt më varet që është mirë mi vesh na, edhe që është të shkojnë sanët. E Teuta, po ashtu ti ke rreziku faktikisht me bo dhe pikturime në trup, a ka qenë para gjyku se kjo, ose si është prit prej tjerëve? Normal, kom rreziku shumë edhe normal, kur e kom pas punimin e parë, kom pas një problem abstrakt, me thonë, me vajzën e parë, edhe kështu që po prapë që më dalë. Si më do një problem abstrakt? Po problem kuptimin e fjallës që aje dëshira shumë e madhe për me dalë televizioneve e vajza, edhe masi që e publikova punimin e sanën e për media, mas nej familja e saj ashtu wow, qa ke bo sana, edhe u kriju një problem shumë i madhe dhe dojsh me fship YouTube-ës. Si ponim, për herë të parë, kër e kom pas sfidën më të madhe. Ishte dëshira e saj? Ishte shumë dëshira e saj, se normal në jem taku me ta, kum bisedu me ta, gjithë sana vdem, po familja e saj nuk e ka ditë. Nuk e ka ditë? Po, nuk e ka ditë, edhe unë mas në i rosh keq, edhe kërkun që me largu prej YouTube-ës.
edhe unë e largova për YouTube, se larguna ta në fakt, se unë s'kisha kohë, edhe mas një u bo shumë problematike ke pjesë. Edhe qështo. Po unë nuk jem dojnë asë njerë dhe nuk në dojna, se ka qenë shumë tabu dhe është ende po jo si atere, po kështu që qështu ka ndodhë. Mirë po, a e ke dështirë me i bind njerëzit për me pikturu trupin? Tash jo, dyqy se pi pëlqen dyqysh ashtë, për para po, për para ka qenë, qka është kjo, të ishën se kuptajshin, po... Ose nështë nuk e kanë ditë arsyen pëse duhet me pikturu trupin, qka në shërben, ku paraqitemi me të? Po, s'kanë ditë heq bashkë, se dëshin qka po dënë më kriju, se dëshin ku po du me dalë. S'kuptajshin asgjë heq, tem ekstrem e re u konë. Konë e re dhe për mu, lema për njerë që i kom afru për mi grimu, dhe me thonë për mi au bo trupin, kështu që qke u konë që ajo edhe u konë shumë problematike ke pjesë. Por qke është rëziku, dhe me thonë, qke është rëziku që edhe andije me para që i punoj kitarë, që është gudzimi shumë i madhë. Se s'ka mundësi, diqysh, është shumë rëzik i madhë. Po qka janë fjallë të njerëzve, qka thonë ata, cili është mendimi tyre karshikë? Po pare gjykimet e kanë që shmu desh nudo, spranojnë, të na fanma, të adin, sana, ma bëshin jo me gjithë një të jashtit, sana, adin qëtojnë kanë para gjykimet. A pashdan akoma dhe sot ashtu? Pavarësisht të viteve? Më varet prej famnës, më varet qka kërkan. Kitë është sanë si nëse nuk deshësh nudo. Ade nëse nuk deshësh nudo është kitë okej. Po ti vetën e ke provu në jetë? Unë e kur të bëj një bebe, kismet kë me bo vetën temë. Qashtu e kom një mendim. Mi je... Si jam mami ende, po në kismet në të ardhmen. Kam qef mja bo vetës barkin, ashtu një bebush. Si mja bo vetës. Edhe shumë pasqyre, kështu ma letë. Mirë të uta, po si ka mundësi profesionale në punën të ndë, e zonja vetës me vazhdu, ala me konë kështu? Po si ka mundësi se mbaj vetën, sporti gjithmonë. Në kuptimin mendova që akoma po besoj se di nëse je beqare ose jo? Beqare, jam ende beqare, po presëm. Po në të ardhme, normal jenë synimet. Mirë, ti je, vese e përmendë, në faktikisht në falem edhe për krejt punën të ndë për artin që e bën në trup, mirë, po saj për këtë saj pjesës, në prapaskin kur biseduam, the që nuk më pëlqen të grimohem në përditshmëri. Si e shef faktin sa që shumë gra të toja në Kosovë po i referohem kështu gra përfshirë pa e cek statusin, preferoj me vendos grim shumë, me investu shumë këtë pjesë. Po nuk e preferoj grimin gjatë ditës shumë ashtu, që si me i kap tepër, që nuk preferohet, që është koha me dilin, sana edhe ftyra nuk e pranon, dyqysh mund është mu infektu, mund është me pas puqra sana edhe jenë këto detajet që mu nuk om pëlqan. Grimin zakonisht preferohet gjatë natës ma shumë. Kjo është ajo ideja, nuk e preferoj kërkon mu lyj gjatë ditës. Okej, pak na i sana i shërk, për shambull që është si kremoze, diçka do vija që mi mbyll pak ato skuqet e ftyrës të mëngjesit, po jo shumë është, nuk e preferaj. Një po se vlerëson faktin që në Kosovë shumë, sidomos gjenerata dhe reja, ndështë e preferojnë shumë. Mund është me këta me definu edhe me mjë thonë më su lyjt tjesin në në qafë, që shpo më thua, abdin ta marim për të keqë, që ta është veç i lenë, ma dhe s'ki qka, abdin se këtë e ki. Se ju pëlqen, neve si Balkan, se na pëlqen mu grimu edhe me majt vetën dyqysh. Është kjo vetëm të këne, pra përmendë dhe Balkani, apo edhe në vendet tjera? Në për Balkan përgjithsi jam që thanë ma të lyën shumë, nuk e di pëse është që kësan në për shamëll në Fransë, Zvicranë, Gjermankat. Okej, edhe që ashtë të dyqysh, s'kam qef që shenë ato se si djemjën, së më pëlqen edhe që ashtë të tepër, ama dyqysh zdi, këto është, do të me dalu për e pak ditën me notë. Adin veç du të me pak me bo dalem, me pas pak një stil tonin që mës mu duk ditë natë, mu duk një saj, abden. Veç kjo është aje esense. Mirë, atëre po besoj që grimi është i mirë, ta vendosim mirë, po ta gjejmë kohën e durë kura. Kjo është, matematika është shumë tishtë, ta gjejmë kohën e durë, mës të teprojmë, abden. A duhet investojmë shumë në grim, të jemi ndoshta më të kujdes shumë selektiv, që ka po përdorim? Kur po përdorim? Po, normal që po, në thashe. Se shumë ndërkohë edhe në rrjetet sociale, ku shpesher bëhen
TikTok-a prezentojnë ato blerjet e tyre, shpesher janë shumë, se ne e dim faktikisht, ne që njojnë me i kape, ne dim që investojnë shumë me i kape, me investimet janë të mdoja, unë i shofamat, shumë investojnë, shumë blejnë, okej, ke në regull, po nuk din mi përdorë. Që kesh nuk din mi përdorë, s'kan dorë për mi përdorë, avden edhe i përdorin keqë. Si blej sa dush të në kohë, blejnë kur zden me përdorë, të sen kanë shmin, kanë kateki. Së më pëlqana, avden. Si më ndonë zdi me përdorë? Po nuk din, për shambull, highlight, për shambull, shirkon, vijat, nuk din mi qitë. E përzin ditën me natën, qesin shamë. Une sot aja kom... Jo, sot që është ta man light, je. Cute. A kom ditë me u grimua jo? Cute. Se to kujdes do ditë për vetëm për televizion kom nisë me ta marza. Ja, shumë mirë, ja, ta manë. Lezat shumë. Falinderit. Mirë të uta, që ka kemi, ose cili është trendi i këti viti faktikisht? A ka me vazhdu ashtu njejtë? Se Zina faktikisht pak e grimi nuk përzina, është... nagla si popull që i përzina pak sanë, dhe gjysh së mujna mjuron fje. Zdia zvet ka njerës i përzina shumë sanët. Unë thash edhe ma ere që ja ka shumë, ja ka pak ka që kanë stil, avden që unë pëlqej në zi, unë e kam stilin shumë naturale dhe kam qe me kam pak stil Zara, Mango, unë e kam pëlqejnë shumë mu do këfull, ashtu. Kam qef dita, nata, edhe ju mi përzi shumë sanët. Po unë isha shumë famat, kanë qef shumë glamuroze mu do këtë edhe gjatë ditës, aje nuk kam pëlqenë mu. Këtu janë ideja që po se cile e ka atë stilin e vetë, së një ndryshan, se cile me kone e ndram vetë, këtë e kia dhe mjë thonë, avden dhe gjysë se ka njerë dhe pyet hatri, pëse po më thua, se më s'pomenon, më s'pja dënë të keqen, kështu që lej hajtë ma mirë, dhe të vazhdojnë dhe i të kuptan vetë. Po ashtu për post kësaj, ke bashkëpunime dhe me shumë nga fytyrat publike, trekon paka shumë për bashkëpunimin me ta? Po bashkëpunimet janë... Ke dikën nga ta që ishe bo kështu grimere personale dhe ja kështë ndru stilin e grimit, po flasëm për stilin. Po, kanë ndodhë, kam raste që javë ndryshu stilin, javë ndryshu shumë ve bile javë ndryshu, edhe sot a ditë që më fajmderit, ma bojnë të uqe, fjallët e tua. Edhe gjithë mund ju dalin fjallët e mija, veç unë e thamë koha shëran, koha tregan. Edhe po, kom pas fytyra publike normal. Ke diko kështu ma të veçan, ndoshta që sigurisht që për ty ndoshta ka qenë më e lehta të punosh me të. Po tash për momentin jam me Benitën, me shuzën time, edhe ajo për shembull, kur kom pak më e vogël, më e re, dishqysh ka shef më grimu ma shumë, ki shef vetlat, jo me qita sherk ma shumë tash për shembull. Benitën e ke... E kam klient edhe e kam shoqe, po. Prej shumë e herë, faktikisht Benita është e re, sigurisht mirë, po... Po, në fillim karierës, kur ka qenë, për shembull, kur ka qenë muzik, prej, mu i me thonë sa u bënë në 7 vite, për para, tash mbeg, edhe kështu, tash, du me thonë ndryshojnë në sanët, vetë me kohën. Mirë, po besoj që e ketë leta, për arsye se Benita është edhe vetë... Benita është vetë personi letë, edhe dojnë me i kapin shumë, edhe knasna të e Benitën, se aje të rëndë qështë si me kordisë, edhe knasna, se shumë është e letë. Nësi e ke pak si shoqe dhe si grimere, me që ke punu me të prej 5 ose 6 vite, ma shumë në shta, a si e ke pa eksperiencën e saj në rrugtimin e saj? Në biga, po mire, kom pa është vetvetja Benita, edhe normale, a i fillimi, kur të është njëri ndikohet dhe i stabilizohet pak në vendin ku je, po mirë, veç që je vetvetja me ato gjithë gabimet, me sanet, me të mirat e me të qijat, kur je vetvetja, apet, gjithë mund del mirë. E ke këshilu diçka, e ke sugjeru diçka po, para se të t'hyjnë thonë prej fillimit, kur u i, veç re vetvetja, se aje kriza, aje emocioni, qka ka më ndodhë, veç a ke po, veç a në futbol, veç a njeri nuk e din, që është lujna, që ashtu se si dina lojtartë, po, aje emocioni pëtke sane, veç që ndra vetvetja dhe kaq, edhe mirë shumë. Po besoj që je e knaqën me krejt rrugtimin e saj, aty si shoqe edhe si make-up artiste, mirë, po e ke pa pas si ka dalë, e ke pas mundësi me takuaj? Po, e kom pas mundësi normal. Që është disponimi saj, për aq sa të lejohet me punë? Mirë shumë, të nesër më nërë dhe ashtë dhe bisedum. Qëtë fjallë, që është për foli me ty të njëjtë atë sanë dhe bisedum, me thash, më pak ato gabimet ma ato se jeta është, po... Me që ta është realit, ja? është e vërtet, po, dhe janë të pranueshme, po besoj. E për vërtet edhe besoj që ka fitu zamrën e publikut, edhe po shijet kja.
Kështu që mirë, mu më pëlqen njerëz që janë vetvetja, si qysh do të qoftë me plot ato mirat këqijat, kur t'je te, je te. Edhe njerëz do të më të pranu ashtu qysh je. Për pos Benitës, ke të tjerë që ke dikë ma favorit ndoshta prej krejt figurave publike? Me ke fjallën favorit? Jo, vëlla nuk kam favorit. Apo nuk bon kësi ndasi, pavarësisht? Jo, nuk kam, jam e gjithanshme, kështu që me kejtë mundura me kanë mirë. Jo. Teuta, ndërkohë në po të shoh që je kështu e përmende, unë thash edhe më herë, thash Teuta, grua e zonja, e pashme e bukur, vazhdon tjetë beqare, thash si ka mundësi, the pelo edhe pak kështu po pres. Investon shumë vetë vete, faktisht e duke çdo herë bukur, je e kuruar, se që thash edhe më herët, nuk kemi pa në herë kështu kejtë pak grim, ose pa qenë kështu full aksesorat i qka. E ki fjallin dhe me thonë investimet e mija, sa investoj? Je nga ato gratë cilat preferojnë vazhdimisht t'jenë? Style. Po, më pëlqenë më veç gjithë, më tregova, unë jam dizajnere, edhe du dizajnin, kështu që më pëlqenë më veç, më pëlqenë stilin, më pëlqenë moda, dhe kështu që nuk e kam problem paguj, për kur të më pëlqenë diqka, se kam problem, edhe t'lirën, edhe t'shtrajten, ama kur të më pëlqenë diqka, me një hera, dy në dhe nësë është shmim. Pavarësisht edhe nësë është shmim miljard? Po, sidomos jakën e ti preferojmi pas shtrajta, syzat, këpucat, këto janë preferencat e mija që unë i kam qef me blek. Për shku në pëta shë dhe zingjire, nuk e di sa ta ka fokusu kamera. Këta me spit është shmimi, maramens është. Hajtë të lutëm, ta shë? Kjo është kryqja, po? Jo, nuk është kjo shkronja të, po mendojnë që o kryq. Okej. Shkronja të. Mi po, e ke durat është yti? Jo, e kom ble, kur ju kam qenë në Kim për para, e kom ble. Para disa mujve e kom ble, edhe kështu që më ka përqë. E ke ble ku? Në China. Në Kim, okej. Mi po, është... Në Changchunga. Okej, është, sa është, po mëna ju është t'i kushtushëm? Sa është t'i kushtushëm është, jo guajgjë, zo, pifa. Qka du të thotë kja? I bjen që është me shumicë është shumë 3.000 euro, kushtan, 3.000 yuan. 3.000 euro? Po, me pare tyne. është shmimi i arsyshëm për ty? Po, është i arsyshëm se e du shumë të në kohën, e që do me thonë se më pëlqenë shumë e veçanë. Se i këmë thonë ekstra më ma bo, që shto me shkronjën të. është ari? është ari, po. I përzim ashtu me gurë. Mirë, po besoj që e ke ble për qëtë. A, që ditë paka? Paj, nuk është që ditë adë shumë shumë. Po, pëse më pyte se e di që është pak e që ditë, me kështu që unë po tregoj drejtë në modesta. Ideja është që, thash se me ndonë faktin që shumë gra, zgjedhin të investojnë bukur shumë në vetë-vetën e tyra. Unë investaj se më pëlqenë bijuteri, të më pëlqenë Ducati, më pëlqenë të në kohën full, jam edhe ku qkaj. Zdi më pëlqenë shumë edhe investaj, në thash, qka është diqka që më pëlqenë. Ke shumë aksesor tjerë? Tepër kam, tepër, zdi as vetë që ku me gjithë, shumë kam tepër. Moja, e ki shpinë me kamera. Mos më stina ma Mos o intervistu, nuk moj përgjithsi. Mos më thuj tana qka ndodhi. Mos. Mirë, ndërkash për përmende po ashtu gjara tjera të shtrajta ki, po besoj, ja? Kam, po ma mirë, mos të foljem heq. Ma mirë kam shumë sa në shtrajta, normal që kam, edhe kam qef me pasë, pëse jo, që më pëlqanë, e bëj, edhe kom bo gjithë, më pëlqanë. Si cilë e bënd vetën, unë e bëj tamën. E mojtë uta, po më pëlqenë qiltërsia jota. Po, modestia ime. Se dhe faktikisht dhe më herët the që nuk po du me ditë qa kena me folë, asë kur gjëve shkrejtë s'po du spontan. Uroj që të uta t'jesh kështu, si po të shojmë sëtë, vazhdoj edhe tutja dhe e dëshira jote që përmende për mëmësin të realizohet. Faleminderit shumë, besoj që të gjithve. Vesh me gjetë edhe burin, a? Vesh edhe burin më kam jetë. Qështë dhe i shkon ashtë ai buri ideal për ty? Nuk e di, veç me kanë djali mirë, sjallësha, modest. Nuk e kam ashtë synimet e mija zeshkana bjënd, jo, veç sjellit i këshyre shumë.
Sjelljet e djalit i shqyri shumë. A duhet tjetë edhe ajë si të në të njëtin standard, kështu të investoj edhe ajë në vetë vetën? Po, normal, kam qef me majtë vetën, mashkulli normal, se nuk së më pëlqen, mësë me majtë vetën, dyqysh duhet me kam pak njësaj, për vetë vetën e vetë mas pare, a vetën dyqysh edhe normal që po, kam qef. Po, nështë tu kish përshtat një mashkulli cili nuk është në standardin tënë me krejt këto... Po, një mashkull që së është me standardit jam su më afrohet mu heq. Shumë e thjeshtë është, mu mashkullit me standardet më afrohen, edhe su më afrohen, se rëzësht e kam. Se kam pa siguri, të te? Po, i s'di e ka një farë frike, nuk e di as vetë, po, jo, te u te e ki problem, nuk e di, mu po ma thujnë krejt dyqysh, ty tutën me të shkru, ty tutën me të folë, ty tutën kështë. Tutën vëllaj se dikon për një, se di sa 1.000 euro ki dukat, në ashtë edhe Po jo, pritoj. be që në ashtë asja me dukat që më pijama, po stili dyqysh, zdin, po ma bo një të i tutë me shkujt. Nuk e di as vetë se i tutë i me shkujt. Unë jem shumë e thjeshtë, unë jem shumë që ke mirë. Veç, kush do në më mjofë, që të mja, këto jam. Kur thu më tutën me shkujt, ka na i rast diçka specifik? Po di, në ashtë aftyra, faca, agu me ditë, mëre. Po jo, duke shumë stili, jem pak e rap, kështë, dejtë një njerin, jem pak eger, se nuk të shona letë. Dejtë një njerin, këgja që spytje, këgja e me ronë, jem dal pak edhe toksike. Po në momentit që të një atana i qesha që jem është tamon që po më danë edhe është i mirë, është bona si bebe. Dejtë më nëzirë që atë bebën për mrena kam problem. Edhe zbutesh, a? Po. Mjetë të uta qëfar kepët në thënë për fund? Mesazhema. Shka që une nuk pyta? Po mesazhema është punani, knaqëno, më falë një shumë, thashe thame. Shkja është mesazhem, shumë i thjeshtë. Jeni vetë vetja, dunë, veç dashurane, knaqëno, shia në gjdo moment edhe kaqë. Kur thu dashuroni, knaqëno, se e vlerëson faktin që... Po veç duni, knaqëno, më zgjelezani. Qa me thonë? Që to për dyqëmëri që bikje në ashtë dhe ditë. Shumë direkt të uta, falim dire shumë të uta, ishte knaqësit kishim sot në hashtag qesi.